إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Falënderimi takon Allahut subhanahu wa taala, atë falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Salavatet dhe selamet tona ja dërgojmë dashurit ton Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, familjes tij, shokëve tij dhe gjithë atyre që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Vëllezër të nderuar, jemi në këtë muaj të bekuar, në 10-shin e fundit të këtij muaji, në këto net të mëdhaja, të rëndësishme, me vlera të shumta e me shpërblime të shumta, ku secili prej nesh është duke u munduar që t'i realizon adhurimet, ibadetet e ndryshme ndaj Allahut Azza wa Jall, me shpresë që të afrohet, të ngritet tek Allahu me iman e të arrijë shpërblimin, rahmetin, kënaqësinë e Allahut Azza wa Jall. Me lejen e Allahut Azza wa Jall, gjatë këtij muaji të bekuar, kemi jetuar së bashku në hijen e një seriali të quajtur Pastruesit e mëkateve, ato gjëra, ato shkaqe, ato mundësi, ato ibadete, të cilat i pastrojnë gjunahet tona. Nëse ne i realizojmë, nëse ne i praktikojmë, nëpërmjet atyre ibadeteve, ne mund të pastrohemi, ne mund t'i shlim, ne mund t'i fshim shumë gjunahet tona të kaluara. Në mesin e atyre, kemi përmendur abdesin si pastrim, namazin si pastrim, agjërimin si pastrim, sadakan, devotshmërinë, dhikrin e kështu me radhë, ibadete dhe ibadete, që nëse njeriu i ban gradualisht, duke realizuar një ibadet, duke ju fshir ati, duke ju pastruar ati gjunahet të kaluara. Ndërsa sonte me lejen e Allahut Azza wa Jall, do të kalojmë tek një pastrues nga mëkatet e kaluara, i cili kërkon pak mund, pak angazhim, është i veçantë, është i rrallë, është i artë, është nga mirësia e Allahut Azza wa Jall, që njeriu të mundohet, të angazhohet, të adhuron Allahun një natë, brenda gjithë vitit. Nëse adhuron Allahun një natë, në këtë natë, Allahu Azza wa Jall njeriut i pastron, i fal gjunahet e kaluara. Dhe kjo natë është një natë e madhe, është një natë e veçantë, është një natë e cila nuk përsëritet, është një natë vetëm një herë brenda gjithë netëve të vitit. Si ajo natë nuk ka, në krahasim me atë natë nuk ka, shpërblimi që është në atë natë nuk është në asnjë natë tjetër, falja që është në atë natë nuk është në asnjë natë tjetër. Cila është kjo natë? Kjo natë është nata e Kadrit, për të cilën tha Muhammedi sallallahu alaihi wasallam: "Men qama lejletal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush falet natën, në natën e Kadrit, me iman në Allahun Azza wa Jall, në shpërblimin e Allahut, me shpresë në shpërblimin e Allahut, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Allahu ja fal atij njeriu gjunahet e kaluara. Kush falet në natën e Kadrit, pra në natën e Kadrit, ai i cili fal namaz nate, sa të ketë mundësi, bëhet fjalë prej pasjacie deri në kohën e sabahut, ai i cili fal namaz nate në natën e Kadrit, Allahu Azza wa Jall këtij njeriu i afal gjunahet e kaluara. Atëherë shtrohet pyetja, çka është kjo natë? Cila është kjo natë? Cila është madhështia e kësaj nate? Cili është shpërblimi i madh i kësaj nate? Çka thot Allahu në Kur'an për këtë natë? Allahu Azza wa Jall një sure në Kur'an e zbriti dhe e emërtoi Suratul Qadr, sureja e cila flet për natën e Kadrit. Tha Allahu Azza wa Jall, inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Ne e zbritëm atë. Ne e zbritëm atë, bëhet fjalë për Kur'anin, fjalën e Allahut Azza wa Jall. Ne e zbritëm atë, Kur'anin, në natën e Kadrit. Inna, Allahu Azza wa Jall thot ne. Në disa raste Allahu thot unë. Në disa raste thot Allahu ne. Inna a'tainaka al-Kauthar. Ne ty ta dham Kautherin. Inna anzalnahu fi lejletin mubaraka. Ne e zbritëm atë në një natë të bekuar, të bereqetshme. Në këtë ajet, inna anzalnahu fi lejletil Qadr. Ne e zbritëm atë, Kur'anin, fjala Allahut Azza wa Jall, e cila zbriti në natën e Kadrit. A i zbriti Kur'ani komplet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për një herë? Jo, nuk i zbriti për një herë, i zbriti brenda 23 viteve. Po pse Allahu Azza wa Jall thot e zbritëm atë në natën e Kadrit? Filloi zbritja e Kur'anit. Ajetet e para që i zbritën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Ikra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq. Ajetet e para, këto ajete i zbritën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në natën e Kadrit. Allahu Azza wa Jall për të na tërheq vëmendjen dhe për të na treguar madhështinë e kësaj nate, Allahu ban pyetje dhe thot: "Wa ma adraka ma lejletul Qadr." E ku e di ti çka është nata e Kadrit? A e di ti çka është nata e Kadrit? Nata e Kadrit, nata me vlerë të madhe, nata me rëndësi të madhe, nata me shpërblime të mëdhaja, kjo natë e bekuar e veçantë. Allahu Azza wa Jall tha: Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Subhanallah. Sa është e madhe kjo natë, sa është e veçantë kjo natë, sa është e rrallë kjo natë, sa është e artë kjo natë. Gjitha ato mirësi që vinë nga Allahu Azza wa Jall në një natë, Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Nata e Kadrit është më e madhe, më e mirë, më e bekuar, me më shumë shpërblim se sa 1000 muaj. Jo një natë sa 1000 muaj, jo, një natë më shumë, më e mirë se 1000 muaj. E sa janë 1000 muaj? 83 vite e pak. 83 vite e disa muaj. 1000 muaj, 83 vite. Kush i ka 83 vite sot? Në mesin ton, kush i ka 83 vite? Ndoshta shumë pak, ndoshta shumë rrallë. A don që ta arrish shpërblimin e ibadetit si kur njeriu të adhuron Allahun 83 vite pa ndërprerë? Ky shpërblim mund të arrihet në këtë natë. Lejletul Qadri khairun min alfi shahr. Çka nën kupton? Ibadeti në këtë natë është më me vlerë, me më shumë shpërblim se ibadeti i
83 viteve. Se ibadeti i 1000 muajve, ibadeti në këtë natë, ai i cili e adhuron Allahun Azza wa Jall në këtë natë e ka shpërblimin më të madh se sa të adhuron Allahun 83 vite në netë të tjera në të cilat nuk ka natë të Kadrit. Subhanallah, natë e madhe, natë e veçantë, e bekuar nga Allahu Azza wa Jall, khajrum min alfi shahr, ma e mirë se 1000 muaj. Në këtë natë tanazzalu al-malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Në këtë natë zbresin melajket e Allahut Azza wa Jall. Nga qielli zbresin melajke në vendet të sipërfaqes së tokës, në vendet të ndryshme, zbresin melajket nga gjitha anët, war-ruh, zbret dhe Gjibrili alayhi salam. Subhanallah, kjo është natë madhështore, kjo është natë e dalluar, kjo është natë e bekuar. Në këtë natë zbresin melajket Allahut Azza wa Jall, zbret dhe Gjibrili alayhi salam, zbresin melajket me lejen e Allahut Azza wa Jall, zbresin melajket gjithashtu me çështjet e caktuara nga Allahu Azza wa Jall. Allahu Azza wa Jall i ka caktuar gjitha gjërat, ende pa krijuar njeriun, pa i krijuar xhenët, pa krijuar krijesa tjera. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha 50.000 vite para se ta krijon Allahu qiellin edhe tokën. Ato që janë të regjistruara në Lauhi Mahfudh, atë të cilën e di vetëm Allahu Azza wa Jall, e ka caktuar Allahu çdo gjë që do të ndodhë deri në Kiamet. Ato gjëra që do të ndodhin brenda vitit, zbresin tek melajket, zbresin në tokë. Këto gjëra do të ndodhin nga ajo natë e Kadrit e këtij viti deri në natën e Kadrit të vitit që vjen. Çka do të ndodh brenda një viti? Subhanallah, zbresin caktimet e Allahut Azza wa Jall për të gjithë neve. Si do t'jetë viti jon i ardhshëm nga ky Ramazan deri në Ramazanin tjetër? Si do t'jetë gjendja jon? Si do t'jenë mirësitë tona? Si do t'jenë punët tona? Si do t'jetë risku jon? Cili prej neve do t'jetë gjallë dhe cili në Ramazanin tjetër nuk do t'jetë gjallë? Gjitha caktimet e Allahut Azza wa Jall zbresin. Ne nuk dim asgjë. Ne nuk dim asgjë, Allahu Azza wa Jall e di. Allahu i ka caktuar gjitha gjërat, në natën e Kadrit zbresin të gjitha deri në Ramazanin tjetër. Tha Allahu Azza wa Jall, salamun hiya hatta matla'il fajr. Kjo natë është selam, kjo natë është paqë, kjo natë është e qetë, kjo natë është e mirë, e bekuar deri kur? Deri kur të lind dielli. Pra prej perëndimit të diellit deri në lindjen e diellit është nata në të cilën besimtari duhet të mundohet, të angazhohet me ibadete të shumta ndaj Allahut Azza wa Jall. E çka mund të bëjmë në natën e Kadrit, çka mund të bëjmë secili prej nesh në atë natë, në këtë natë madhështore, me gjitha këto shpërblime? Ibadeti më i rëndësishëm që mund të bëhet është namazi. Të fal besimtari namaz sa më shumë. Ke falur Yasin? Po. Ke mundësi në xhami? Elhamdulillah. Nuk ke mundësi në xhami, në shtëpi, kudo që të jesh, të falësh namaz sa më shumë, namaz natë, nafile, vullnetare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Men qama lejletel qadri." Kush falet natën në natën e Kadrit? Kush falet? Ai i cili ka mundësi të falet për hir të Allahut Azza wa Jall, sa më shumë në këtë natë madhështore, imanen wa ihtisaban, me besim, me shpresë në shpërblim, atij njeriu ghufira lahu ma taqaddama
min dhanbi. Allahu ja fal gjunahet e kaluara. Ai I cili falet, ka mundësi të falet sa të ketë mundësi. Pastaj ka mundësi të lexon Kur'an, ka mundësi të ban dhikr, ka mundësi të jep sadaka, ka mundësi të ban punë të mira shumë, ka mundësi të ban dua. Në këtë natë ban çdo ibadet që të jepet mundësia, aty ku e ke vendin, aty ku e ke mundësinë, shfrytëzoje. Dikush e ka mundësin për të lexuar Kur'an sa ma shumë, lexo. Dikush ka mundësi që të ban dhikr ma shumë, ban dhikr. Dikush ka mundësi që të jep sadaka, le të jep. Dikush ka mundësi me bë dua, ban dua sa të kesh mundësi. Se cili në aspektin e ti, në mundësit e ti më të leta, ta shfrytëzon këtë natë me ibadet ndaj Allahut Azza wa Jall. E në mesin e lutjeve, e në mesin e duave, që ne mund t'i bëjmë duaja më e mirë. Duaja më e mirë, për të cilën na porositi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha Aisha radhiyallahu anha, ja Rasul Allah, nëse e arri natën e Kadrit, nëse Allahu ma mundson që unë ta mbri natën e Kadrit, çka të them ja Rasul Allah? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, lutu edhe thuaj, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Thuaj, o Zot, ti e falës, e don faljen, më fal mua. Nëse e di në gjuhën arabe, është në rregull. Nëse nuk e di, lutu në gjuhën shqipe, me gjitha ato gjëra që ti ki nevojë. Lutë Allahun Azza wa Jall, lutë Allahun për çdo gjë, e sidomos me këtë lutje me të cilën na porositi, na nxiti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thuaj, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Për ndryshe në gjuhën shqipe mund të thuash, mund të lutesh, o Zot, ti e falës, e don faljen, më fal mua. O Zot, ti e falës, e don faljen, më fal mua. Lutu me këto lutje të cilat janë të thjeshta, të leta, të mëdhaja. Disa njerëz angazhohen dhe në një aspekt ngatërohen, duke u munduar që lutjen e tyre ta bëjnë sa më të komplikuar, duke menduar që duaja e tyre patjetër duhet të jetë në ndonjë fjalë të veçantë, në fjalë të rralla, në mënyra speciale, në formë të poezisë, në rima të caktuara, dhe më shumë ngarkohet me mënyrën që mundohet ta praktikon atë lutjen se sa realitetin e saj dhe sinqeritetin e saj. Lutë Allahun Azza wa Jall, lutë Allahun me fjalët tua, o Allah, mi fal gjunahet e mia, mi fal gabimet që I kam bë, më mundso, më udhëzo në rrugën e drejtë, fali prindërit e mi, babën edhe nanën, udhëzoj fëmijët e mi, evladin, djalin, vajzën, udhëzoj në rrugën tënde ya Rab, shëroje filanin I cili është I sëmur, lehtësoja filanit I cili ka shumë derte, ndihmoje filanin I cili ka shumë sprova, bën dua për vete, për familje, për rrethin, e sidomos për shpërblimin Allahut Azza wa Jall. Lutë Allahun thjesht, o Zot, ma mundëso xhenetin, ma ban nasib xhenetin, ma ban prej banorëve të xhenetit, më shpëton nga zjarri I xhehenemit. Thjesht, pa e ngarkuar veten shumë, pa e komplikuar duan në forma që nuk të kërkohen. Një njeri tha, ja Rasul Allah, unë e lusë Allahun Azza wa Jall, ama unë nuk di, nuk jam në gjendje me e bo duan si e ban ti edhe Muadhi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka bo duaja të ndryshme në formën e ti si pejgamberi Allahut, na ka mësuar edhe neve në forma të ndryshme. Mirë, po ky njeri thjesht tha, unë nuk di ja Rasul Allah, nuk di në atë mënyrë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e ti si e lutë Allahun? A ban dua? Po. Si e lutë Allahun? Tha, unë e baj dua thjesht, unë e lutëm, o Zot, ma ban nasib xhenetin, më shpëton nga xhehenemi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, edhe ne aty afër sillemi, edhe ne aty qëllimi ku është, synimi I të gjithëve është xheneti. O Zot, na ban prej banorëve të xhenetit,
na shpëto nga zjarri i xhehenemit. Lut Allahun Azza wa Jall me fjalët tua për çdo gjë të dunjas dhe për çdo gjë të ahiretit. Bën dua në këtë natë të bekuar, në këtë natë të dalluar, në këtë natë me shpërblime të mëdha. E në fund, kur është kjo natë? Nata e Kadrit, më e madhe, më me vlerë, më e mirë, më me rëndësi, me më shumë shpërblime se 1000 muaj. Kur është kjo natë? Sipas shumë dietarëve, kjo natë është në natën e 27 të muajit të Ramazan. Sipas disa dietarëve në natën e 21. Sipas disa dietarëve në net të ndryshme. Shumë prej dietarëve kanë thënë kjo natë nuk është e caktuar, kjo natë është në net të tek të 10-shit të fundit, ashtu siç tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kërkoje natën e Kadrit në 10-shin e fundit në net të tek. Kur është sakt kjo natë? Këtë e di vetëm Allahu Azza wa Jall. Allahu e di sakt kur është kjo natë. Ne e kërkojmë atë, ne mundohemi ta arrim atë, ne mundohemi ta shfrytëzojmë, të bëjmë ibadet sa më shumë në atë natë. Kur është ajo? A është ajo sonte? Ajo mund të jetë sonte. Ajo mund të jetë edhe në natën e 29. Mund të ketë qenë edhe në natën 21, 23 apo 25. Pse Allahu Azza wa Jall nuk na tregoi neve sakt kur është kjo natë? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, më njoftoi Allahu kur është nata e Kadrit, pastaj më është ngrit kjo dituri, nuk e di atë. Kërkojeni atë në 10-shin e fundit në net të tek. Për çfarë arsye? Për arsye që ne mos të ndalemi, mos të mjaftohemi vetëm me një natë. Mos të thot dikush që unë kam qenë natën e Kadrit, kam fal teravi, namaznate, kam boj ibadet, u kryma, ne të tjera i len anash. Jo, nuk e dim sakt kur është kjo natë. Duhet ta shfrytëzojmë çdo natë të fundit të muajit të Ramazanit, sidomos 10-shin e fundit, e sidomos ne të tek. Sidomos ne të tek, në të cilat mund të jetë, apo sigurisht që në njërën prej tyre do të jetë nata e Kadrit, mund të jetë në natën 21, mund të jetë në natën 23, mund të jetë në 25, 27 apo 29. Shumë dietarë mendojnë që kjo është në natën e 27. Megjithatë ti mos u mjafto me një natë, nga se ka mundësi të ik ajo natë duke menduar që ti e ke arritur atë. E në një transmetim tjetër të vërtet, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, apo në natën e fundit të Ramazanit, e cila mund të mos jetë tek fare, mund të jetë qift. Nëse Ramazani i ka 30 ditë, nata e fundit mund të jetë qift, ose në natën e fundit ka mundësi nata e fundit të jetë nata e Kadrit. Çka kërkohet prej kësaj? Prej kësaj kërkohet dhe prej kësaj kuptohet që ne të mundohemi ta shfrytëzojmë çdo natë, sidomos sonte, e pastaj nesër, e pastaj pas nesër, derisa në ditën e fundit përfundon muaji i bekuar. A do ta arrim Ramazanin tjetër? Vetëm Allahu e di. Andaj mos të mjaftohemi me pak, mos të mjaftohemi me një natë apo me 2 natë, të mundohemi ta kërkojmë atë në maksimum, me çdo mund dhe me çdo mundësi që e kemi, të adhurojmë Allahun Azza wa Jall, të adhurojmë Allahun dhe të shpresojmë në shpërblimin e Allahut Azza wa Jall. Jo rastisht Allahu Azza wa Jall nuk na i tregoi disa gjëra që ne mos rehatohemi, që ne mos të mjaftohemi. Allahu nuk na tregoi neve edhe vdekjen tonë. A di dikush prej neve kur do të vdesim? Jo. Allahu nuk na tregoi. Për çfarë arsye? Që ne mos mjaftohemi. Nëse e di njeriu kur do të vdes, do të mjaftohet që para vdekjes t'i bën disa punë të mira dhe u kry. Nuk e dim kur do të vdesim, do të mundohemi deri në fund.
Do të mundohemi për çdo ditë dhe për çdo natë, do të mundohemi gjatë gjithë jetës që të arrim shpërblimin Allahut Azza wa Jall. Kështu tha Abdullah ibn Mes'udi radiallahu anhu, i cili kishte synim tjetër, i cili kishte mendim tjetër. Abdullah ibn Mes'udi radiallahu anhu tha, ai i cili e kërkon natën e Kadrit gjatë gjithë vitit, ai sigurisht e ka arritur natën e Kadrit. Subhanallah. Ai i cili e kërkon natën e Kadrit gjatë gjithë vitit, ai sigurt 100% e ka arritur natën e Kadrit. Ati nuk i ik, ati s'ka mundësi që ti ik, ai e ka arritur sigurt natën e Kadrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na lehtësoi atë, jo gjatë gjithë vitit, jo gjatë gjithë muajit të Ramazanit 30 net, jo edhe në 10 e fundit, megjithse në 10 e fundit duhet të shtoni ibadetet sa më shumë, edhe në 10 e fundit na e lehtësoi duke thënë, kërkojeni atë në netët tek. Prej gjithë vitit mbeten vetëm 5 net. Nga këto 5, njëna prej tyre është nata e Kadrit. Kur është ajo? Allahu e di. Ka mundësi, me shumë mundësi, mund të jetë në natën e 27. Mirë po, a mund të ndodhë ndryshe? A mund të ndodhë ndryshe? Mund të ndodhë ndryshe. Mund ti të ratohesh sonte. Unë e kam qenë 21, 23, 25, 27 u kry, sigurt e kam arritur atë, ndërsa në realitet ka mundësi nata e Kadrit të qëllon këtë vit në natën e 29, mos u dorëzo, mos u mjafto. Në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, në një prej Ramazanave, në një prej netëve të mëdhaja të këtij muaji të bekuar, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, e kam pa në ëndër në natën e Kadrit që kam rënë në sejdë në ujë dhe në lloç. Kur kam rënë në sejdë në tokë në atë vend, ka pas ujë dhe lloç, ashtu ka qenë vendi. Dhe pastaj e falën namazin, në atë natë rashi, nga shiu arriti uji para vendit ku fale pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ra në sejdë. Kur u kthy ka sahabet e pan që balli dhe hunda e tij kishte shenja të lloçit të baltës, kishte rënë në sejdë në atë gjendje siç e kishte pa në ëndër. Tha, ashtu e kam pa në ëndër natën e Kadrit. A dini cila ishte kjo natë e Ramazanit? Kjo natë e Ramazanit ishte në natën e 21. Në natën e 21, në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka ndodhur të jetë nata e Kadrit. Pra mund të jetë 21, mund të jetë 23, mund të jetë 25, mund të jetë 27. Ubej ibn Kabi radiallahu anhu tha, unë ju betohem që nata e Kadrit është në natën e 27. E tash, çka mbetet? 21, shfrytëzoje atë. 23, shfrytëzoje. 25, mos e le të ik. 27, shfrytëzoje edhe më shumë. 29, mos u dorëzo deri në natën e fundit, mos u mjafto, mos mendo që u kry, nuk u kry, ka edhe pak, mirë po ky fundi është shumë i rëndësishëm që ne të korim dhe të marim ibadete dhe të marim shpërblime të mëdhaja te Allahu Azza wa Jall. E ai i cili arrit këtë natë të bekuar dhe e shfrytëzon këtë natë të bekuar dhe i realizon ibadetet në këtë natë të bekuar, ai e ka arritur qëllimin. Lumi ai i cili e ka shfrytzuar, e ai i cili humb edhe në këtë natë, ai i cili edhe nata 21 i ka kaluar në gjumë, edhe nata 23 i ka kaluar në telefon, edhe nata 25 i ka kaluar në lojra, edhe nata 27 i kalon në gjëra të kota, dhe nata 29 marrë ato se u kry. Vërtet ky njeri ka humbur shumë. Andaj secili prej nesh të mundohet, të angazhohet, mos të dorëzohet, të lodhet pak për hir të Allahut Azza wa Jall, me namaz, me Kur'an, me dhikr,
me dua, me sadaka, me çdo ibadet ndaj Allahut Azza wa Jall, me shpresë që ndoshta e arrin natën e madhe, natën e bekuar dhe arrin shpërblimin e madh te Allahu Azza wa Jall. Ne lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu të na ketë mundsuar, nëse ka kaluar apo të na mundson sonte, nëse është sonte apo në natën e 29, cila natë që të jetë, Allahu të na ketë mundsuar që ta adhurojmë Allahun me adhurimin ndaj Tij. Allahu të na mundson që ta kemi shfrytzuar dhe ta shfrytëzojmë ibadetin në netët e mëdha të këtij muaji të bekuar. Allahu të na mundson prej atyre që do të dalim para Allahut Azza wa Jall me një natë adhurim në natën e Kadrit, me 83 vite shpërblim në ditën e gjykimit. E lutim Allahun Azza wa Jall, Allahu ibadetet tona të na pranon. Allahu të na pranon namazin ton, agjërimin ton, zekatin ton, sadakat tona, lutjet tona, hatmet tona, gjitha ibadetet Allahu të na pranon. Gjunahet tona të na fal dhe të na pastron. Nga dënimi i Tij të na shpëton. Në Jannatul Firdaus të na bashkon. Amin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.